edhe rrin një personomen vend saj aty, edhe njerë, mos harroni mbledhjen e përbashkët të qeverisë dhe të kryesisë, që e detyroi Ramën t'i mbledh në selinë e Partisë Socialiste. Ajo e tërbur kërcënoi secilin prej tyre, si Taun edhe Spiropalin, Spiro Gjoken, e tjerë me radhë. Po, sepse i ka të regjistur të gjitha ajo. Në atë Oltjon Bistrin, që xhelati i sigurimit shtetit dhe Irena Gjokaj e nëzorë ja kthyen pasuritë e krimit. I ka të gjithë në xhep ajo. E ata ulnin kokat aty, si turpe. Dhe Rama që u thoshte, e kanë me mua, nuk e ka gja Belinda. Tani e ka fjallën populli, dhe vetëm populli. Klajdi Bodoj, Syri Televizion. Zoti Berisha, përveç protestave që paralajmëruat, në rast se gjykata kushtetuese do të vendos proqeverisë, dhe më thënë do të le në fuqi pezullimin, do të rrëzoj pezullimin e gjykatës së apelit. A ka Partia Demokratike një plan për të drejtuar Komisionit Venecias në lidhje me këtë çështje për interpretim, duke qenë se do të jetë një precedent që mund të përdoret më pas dhe për vetë kryeministrin, kjo e pezullimi? Jo, Partia Demokratike nuk legjitimohet të drejtohet Komisionit Venecias. Komisioni Venecia u përgjigjet qeverive. Jo partive politike. Kështu që janë vetëm shqiptarët e kanë fjalën, qytetarë. Është tani radha e tyre, fjala e tyre. Po unë ju siguroj që termometri zemërimit po shkon në nivelet më të larta tek qytetarët, se ky i konsideron si qenje inferiore dhe beson se i gënjen e i mashtron sipas qefit, po e kanë kuptuar jashtëzakonisht mirë. Dhe nuk e kanë, ata nuk e kanë tek Lubia. Jo, e din që është Rama. E din që akshi është Rama dhe shoqja, me Armandin, me Armand Frangun. E din që pengjet janë marrë për qinat milion të tyre. I din këta, qytetarë tani janë plotësisht informuar.